Qendra Islame Shqiptare e Renes përfaqëson një nga institucionet më të rëndësishme fetare dhe kulturore të komunitetit shqiptar në rajonin e Renes Llozan, duke shërbyer prej më shumë se 3 dekadash si pikë referimi për besimtarët musliman dhe bashkëdhetarët në Zvicër. E themeluar si përgjigje ndaj nevojës për një hapësirë të përbashkët, kjo qendër ka luajtur një rol të rëndësishëm në ruajtjen e vlerave islame dhe kombëtare, forcimin e identitetit kulturor shqiptar dhe promovimin e bashkëjetesës në kantonin Vaud. Përveç funksionimit të saj si xhami, qendra zhvillon edhe aktivitete të ndryshme edukative dhe kulturore, duke kontribuar në afrimin e brezave dhe në ndërtimin e një komuniteti të qëndrueshëm dhe të integruar. Në kuadër të emisioneve për diasporën, ekipi i televizionit News realizoi një vizitë në ambientet e kësaj qendre, ku pati rastin të njihet nga afër me veprimtarinë e saj. Gjatë vizitës u zhvillua takime me kryetarin e xhamisë, imamin dhe zëvendësimamin, të cilët ndanë me publikun rrëfime mbi historinë e qendrës, aktivitetet e përditshme, si dhe përkushtimin e vazhdueshëm në shërbim të banorëve. Ata theksuan rëndësinë e unitetit, bashkëpunimit dhe kontributit të shumë besimtarëve ndër vite, që kanë bërë të mundur funksionimin dhe zhvillimin e kësaj xhamie si një vatër e rëndësishme shpirtërore dhe shoqërore për shqiptarët në Zvicër. Nuk është e vetë, ka përgjegjësi privaja, angazhime shumë, po megjithatë kur i kem xhamatin e mirë, që janë të angazhuar, janë dorëvënës, janë të angazhuar me të vërtetë në xhami, i japin ata kontributin maksimumin edhe me të vërtet kemi arritën shumë qëllimin e tonë që e kemi pas për xhami. Nuk është e vështirë derisa ne shkomi në mënyrë të rregullat e shtetit, ato që janë, nuk është e vështirë se nuk dalin as ata jashtë ligjit, as nuk dalin jashtë rregullave ato që ne. Dhe sa është i madh komuniteti musliman këto? Komuniteti këto është shumë i madh, dikun këtë kantoni, domethënë janë dikun afër 20.000 shqiptar, po këtë xhami sillen dikun 400 anëtar të rregullshëm, që janë kontribues i kësaj xhami. Po ne kemi këto aktivitete fetare, po edhe kombëtare, domethënë çdo që vjen 25 nëntori, 17 shkurti, bajramat, këto këtë banë aktivitetet të mërana këtë xhami këto. Dhe sa janë të interesuar rinjia e këtij vendi për me pas ndërlidhje fetare dhe atë tradicionale? Shumë ka angazhim në rinjia, domethënë shumë ka interesim. Me vërtet është normalisht se sa ka të angazhuar në qoftë në kryesi, në qoftë në punime, në qoftë në aktivitete, domethënë është e pa mungesë e tyre çdo herë janë prezencë këtu, rinjia është shumë numër i madh. Cilin prej aktivitete kishe mujt me veçu, që ka ndodhur diçka shumë interesant këtu edhe ke pas shumë njerëz? Kemi pas aktivitetet edhe me 7 mars tash ti muajit mars që shkoj, e kemi pas një tribun për tubimin e tolla për shlyer borxhin e xhamisë. Me të vërtet ka pas një rinji edhe njerëz shumë, edhe një kontribut i cili arritën një shifër 1.183.000 franc. Mrena 4 orëve, mojta. Atë shihet që ka interesim shumë për xhami, ose për komunitetin tonë shqiptar. Ka rolet që mund aktivitetet e gjuhës, tu ka polet edhe shqip, edhe mësohet shqip, edhe bashkimi si bashkan shqiptar, domethënë që mund kalojnë kohën jo më shumë për kafeteriat të huaja, po vinë këto, rrinë, diskutojnë, edhe më gjerë. Kena pas një muaj bibekum, biberecetshëm, edhe aq shumë ka pas njerëz edhe rini, edhe një harmoni në mes veti, një dashni, marrë mend se si një knafsa dhe i nuk ka rrim, aq si e kena përkujtuar shumë mirë. Kur shkoj, e keni një farë mungesë shumë madhe. Po nuk është e lehtë, po dikush do duke me marrë, ishte propozimi i antarëve, edhe e besun, ma besun që
muj me udhëheq këtë post, po në pandimin e tyne, na s'kemi mujt me konkurs gjallë, çdo herë bashkë. Edhe ja kemi dalë. Ka dallime të mëdha, na ishim atëherë të mujshëm ma pak, edhe ishim vetë, sikur shqiptar. Ka dallime të mëdha tash atëherë ka vështirë, edhe tek xhamia ka pas shumë njerëz ma pak, janë konë njerëz të distancuar prej vetëm flest ki mujt një pa ndo agjina për xhami. Nuk ka dallime të mëdha, po pranaj një fond nuk kemi fond aq shumë me autoritet të gjatë. Atëherë deri me tash e shoh një ndryshim shumë të madh, shumë të avancuar. Vendlidhjen mos pakti, të paktën një herë mujt, pa shku të paktën, se edhe më shpesh. Fillimisht mirë se keni ardhur, po ndjehemi shumë mirë, na keni nderuar që keni ardhur këtë xhami, dhe jeni nderuar gjithmonë, edhe gjërat e kësaj xhamie janë të hapura gjithmonë për çdo besimtar. Çfarë do të thotë për juve personalisht të jeni imam në këtë xhami? Të jesh imam në këtë xhami do të thotë fillimisht krenari për mua, sepse me të vërtetë e kam një kryesi që më mbështet, një kryetar që më mbështet, një kryesi, një xhamon, një rini e cila vazhdimisht janë aktiv në të xhami dhe jam i lumtur që jam imami i kësaj xhamie. Ndërtimi i këtij vendi fillimisht para 30 viteve është një ndër xhamitë e para që është në Zicër, që nga pak njerëz është krijuar një xhami, është themeluar një xhami e vogël, pastaj me kalimin e kohës është bler edhe ky vend që sot jemi neve, deri në Ramazanin e kaluar, vetëm se milioni i dytë është paguar i xhamisë dhe ka mbet një pjesë shumë e vogël e borxhit, dhe kjo është bë me kontributin dhe donacionin e kryesisë, xhamatit dhe gjithë anëtarëve që janë këtu në këtë xhami. Ka qenë edhe për neve shumë e çuditshme, sepse me gjithë zemër kanë kontribuar gra, burra, fëmijë, vetë vërtet ka qenë për neve. Jemi çuditur, kemi mbetur të habitur se si kanë mundësi që të kontribuojnë atë shumë njerëzit, por kuptohet se kryesia dhe xhamati kanë bërë një punë të madhe, e kanë tregu veten e tyre, aktivitetet vazhdimisht për çdo vit, për çdo muaj, aktivitetet që i kanë bërë, ata e kanë bërë që njerëzit e kanë fituar besimin në këtë xhami, në këtë kryesi dhe kanë kontribuar dhe jemi falënderues për çdo kontribues që kontribon dhe ka kontribuar në këtë xhami. Këtë xhami e bën Dezhan Rinia. Kemi një grup të rinjës, gati 100 të ri që janë nën moshën 30 vjeçave, që çdo javë kemi takime me ta, kemi fëmijët, kemi ples që zbukurojnë xhamien, kemi kryesinë që është gjithmonë kompakt, gjithmonë vendimet që i morin, nuk i morin vendimet vetë, bisedojnë në xhamatin dhe në fund konkluza del shumë konkluze mirë. Pra rinia është ajo e cila më motivon edhe mua që të jem imam i kësaj xhamie. Ditët e zakonshme këtë xhami, fillimisht fillojmë me namazin e mëngjesit dhe kemi mbarët kuptohet se këtu në Perëndim fillon puna pak më herët. Fundjavën e kemi që vinë më shumë xhamat. Pas çdo namazi xhamati bën krosona, të qite, bën pil kafe, bisedojnë rreth islamit, rreth kombit, rreth vendeve tona, kështu fillon dita me bereqet, fillon dita me buzëqeshje, pastaj çdo kush shkepet në punët e tjera. Unë vazhdoj këtu të ejtëve, çdo të ejte kemi takimin edhe më të rëndësishëm, mundohem që të këshilloj me ndonjë ligjërat. Kryesia është që bën mbledhjet e saj vazhdimisht. Pastaj është e pjela, ajo e kryesoria e cila i apron edhe fëmijët për mësim besim, por edhe ligjërata njëkohësisht. Sa është e vështirë ta ruash besimin në diasporë këtu? Ta ruash besimin në diasporë, kjo e urtë arabe thotë
sinqeriteti është si ajo kaloja e rërës. Është e rëndë me ndërtu, por shumë e lehtë është me prish. Ne mundohemi që të jemi gjithmonë me shtetin ose me ligjet e Zvicrës, gjithmonë të jemi të drejtë, të respektojmë, të nderojmë ligjin, nuk kemi probleme, edhe ata na përkrajnë, ka shumë nga njerëzit këtu në komunë, që e dinë se është xhamia këtu, vinë na vizitojnë dhe janë të kënaqur me neve, na besojnë neve, nuk kemi ndonjë ligjërata apo ndonjë ekstremizëm, po thënë thojza. Dhe janë të qetë, janë rahat me neve, dhe na jemi rahat me ta. E vërteta është të rritë janë të lidhur më shumë se sa plesh, po thënë thojza. Sepse vazhdimisht e shoh që vinë, interesohen, nuk është vetëm ai Ramazani i cili i sjell rinien, por edhe pas Ramazani ata vazhdimisht kërkojnë nga imami, mundohen që të dinë për Islamin, vinë ndoshta në xhami me shokët e tyre që nuk janë edhe musliman, por vazhdimisht janë në kërkim të drejtës ose fesë islame, dhe mundohemi neve që t'i përgjigjemi me dituritë që i kemi. Sa ka ndryshuar roli i xhamisë ndër vite këto në Zvicër? Roli i xhamisë ka ndryshuar shumë, ka shqiptarët tiku në Zvicër janë ata që udhëheqin si komunitet musliman, po them. Ka shumë xhamia, dhe në vitet e fundit është ndërtuar shumë se përket xhamive, është bler shumë xhamia, dhe shqiptarët e kanë treguar veten se janë njerëz donator, janë njerëz që duan xhamien, sepse xhamia njëkohësisht na bën që t'jemi tek Zoti, po padyshim nuk na harron që jemi shqiptar. Për ata ashtu si ka potencuar dhe krijatari se në xhami ne munduhemi që edhe festat kombëtare t'i mbajnë gjuhën shqipe, fjalimin me ta, ligjërimin me ta, unë kam 2 fëmijë me gjuhën shqipe, mundohemi që fëmijët tanë t'ja mbjellim edhe kulturën që e kemi kulturën dhe jemi krenar që e kemi kulturën shqiptare. Atmosfera ka qenë shumë e madhe i këtij muaji të bekuar, me të vërtetë kemi qenë të kënaqur shumë. Ka qenë për ne pak një stres, e shifra dhe kryesien se ka qenë një stres i madh për ta, ka qenë borxhi i xhamisë, por pas 7 marsit kam pas gjithë ftyrat kanë qenë të lumtur, të gëzuar dhe krenar një ashtu. Kena pas shumë kena pas xhamot që kanë ardhur vazhdimisht rini, ina munduna që me ilahi, me Kur'an, me ata traditën tonë që kemi si shqiptar, me ligjërata, buzëqeshje, kafe, muhabete. Kemi kaluar një Ramazan që nuk di se si ta përshkruaj këtë Ramazan. Lutë Zotin që të kemi kështu Ramazane edhe në të ardhmen. Bashkëpunëtja ime është teologe njëkohësisht, ajo merret me gratë. Gratë kanë takime çdo të diele, edhe çdo muaj kanë edhe darka, po ashtu edhe kanë ligjërata me bashkëpunëtinë time. Dhe mësim besimi, gjuha shqipe, kuptohet, domethënë mbahet nga teologja. Gratë më thënë drejtën janë më shumë të organizuar se sa burrat. Janë ndoshta gratë ata që i bin burrat në xhami, por jena kënaqur shumë. Vazhdimisht ka një grup të forumit të grave, po ashtu forumi të rejave, që na ndihmojnë në aktivitete, nëse kemi aktivitet për 29 nëntorin ose 17 shkurtin, janë edhe vajzat ata që na ndihmojnë së bashku me teologën. Vinë në xhami shpesh, mbrëmje, po më shumë, dhe më fundjava, si nga rukinat e Zvicrës, fundjava shfrytëzohet që të jetë e përkushtuar për xhamin. Unë e kuptova se nga fshati Slobçan, nëse kishe pas mundësi me bëni prezantim. Unë jam me Bletë Zumberi, e familja Zumberi, kuptova. Jam nga fshati Slobçan, kam studiuar në Stamboll, medresën kam kryer në Shkup, pastaj në Stamboll kam kryer studimet. Tash jam si imam i ri në këtë xhami, të cilën jam krenar me këtë xhamot. Lutë Zotit që Zotit më japë sinqeritet në punën time, dhe kam objektivat time, vizionin tim, lutë Zotit që ta habi këtë vizion këto. Jam që 2 vite, por zyrtarisht jam gati që 2 muaj para Ramazani kam filluar zyrtarisht dhe më thonë të punoj me këtë xhamot. Edhe atë merr malli për Slobçanin dhe sa shkon e vizituar, pse ka ke shumë ku shkurt, po. Vërtet, gjithmonë malli për vetë, gjithmonë është edhe nuk largohet, mërzitem, kuptohet,
Por alhamdulillah Zotit e kena një kryesi që nëse mërzitemi pak, vetëm bileta paguhet për këtyre dhe shkojmë atje. Nuk ka problem, po tuat. Është vendindja jonë, jemi krenar në vendin tonë gjithmonë, edhe mundohen një bëmë mirë edhe për vendin tonë, edhe jam falenderues që jam jati vendit, Zoti do bledh dhe i ruajt gjithë vendasit tim. E vërteta është këtu këtë xhami ku kam marrë, kam gjetë pak fëmijë që mësojnë në xhami dhe shumë xhamot. Dhe pastaj në moment që kena fillu me punu unë bashkë me teologën, për disa muaj kemi arrit që ti kemi dikon në listën 82.000, edhe kjo më ka bo krenar kur i shqipsa fëmijët që po vinë, ata fillimisht po në prengjesht ka pak, dirin shumë mirë Shqipen, e pastaj pas disa muajve filluan të klasin Shqipen shumë rjashëm, kjo më ka bo krenar shumë, edhe ta kam ondra ime është që unë punoj me fëmijët e xhaminjes, punoj me fëmijët e besimtarëve, që pas paku të këshilloj, që të respektojnë prindrit, ta respektojnë vendin ku jetojnë, punën që e boj. Kjo është ajo që më bën krenar që t'jem imam ose më jep motiv që t'jem imam në vazhdim. Mesazhi për rinin, padyshim, mesazhi për rinin është që ata vazhdimisht të vinë tek xhamiat, jo vetëm tek xhami, te çdo xhami që është e themeluar ose është këtu prezente në Zvicër, që të shkojnë të bisedojnë me imamin për çdo breng që e kanë, për çdo nevojë që e kanë, çdo imam është i gatshëm që t'i ndihmojë atyre të mos shkëputen nga lidhja me xhamin, sepse me të vërtetë çdo lidhje me xhamin është lidhje me kombin, lidhje me fen, lidhje me Zotin. Për rinien, kjo është këshilla, le të shkojnë të vizitojnë xhamin sa më shumë. Unë mesazhin e vetëm e kisha pas me thonë që më konë sa më të bashkuar shqiptarët në barë botën ku janë, jo vetëm në Zvicër, po edhe në vendlindje, edhe këto, edhe në barë botën ka janë, kisha pas që me pas sa më të bashkuar të gjithë. Unë jam gjymendërezi nga Kumanova, fshati Tropalës. Këtë jem ardhur prej vitit 1985 fillim, njëkohësisht prej vitit 3 gjimnaz, në Gjermani jam konë. Pin 79. E të në pjej jam shpërngull kam ardhur këtu, e një pikë të si kanë ardhur këtu në Lozan jam, pin 85. Apo na ka thënë kur kjo ardhë për herë të parë, çështu ka do ky vend, çështu ka në ky vend? Po për herë të parë, kur kam marrë shumë me jam këtu. S'kena pas as xhamies, kur të shkesh të një xhami aty në Lagarë, në Lozan. Në Banov fetën gjavanisht. E të në erdhë koha që edhe e vënëm xhamien tonë. Prej 90 në 1990 në xhamin kanë marrë. Unë jam marrë punë precize. Kam punu mekanicien precizion, kanë marrë pjesë të aeroplanave, medicinë e në për ushtri. Edhe tanë jetën e ke Tanë jetën që këtë përpëzje kam pas, po. Apo shkon shpesh në Ropac? Po, që shjo. Shkoj, kam arri familjen, vllaznit këtë. E familjen e ki këto, ke kriju familje, po, sa djemë, sa vajza? Kam 3 djemë, vajza nuk kam. E di kam të martu, kam 3 për di me jesaj kam. E këtë që nësi më mirë këto. E sa shpesh vjen në xhami këtu edhe sa i xhami jam i rregullt, jam 100% jam këtu, 90% jam këtë këtu. Këtë kohët vi këtu. Kam i li pensioner kam dashti. S'ka që një 5-6 mund që kam dale. Sa i kënaqur me kushtet e xhamisë, si pe kalon kohën këtu në xhami? Kushtet e xhamisë shumë të mira janë. Jemi të kënaqur. Kemi rënë atë kull, mi shti maksimum fikir. E Allahit në ka sjellë këtë mënyrë xhamin e kanë marrë hukëm. Kanë vle, e në parët i kanë mbledh këtë. E me imamin? Me imamin shumë më, me imamin kemi shti
Imamën 3 kanë voletë dhe ka morë vizën beka mua. Jemi shumë knashtë, unë e zavënsoj bile imamin, kur nuk ashtë. Imamin këtë e liroj, unë edhe. Unë lezoj Kuran. Unë njerë pikë spori ku quna mundjes, pinë 5 qona. Kuna që saboj është në 6 të gjimët. Pinë 5 qona njerë lezoj, ne orë pregaditja që të shpia lezoj Kuran, të në pregadit në vimë sabojnë me falë. Mos i ta falë me sabojnë, e kemi restorantin këto. E ima të i bojmë beset me shoqëninjën këtë. Pimë kafe, morë mikroason që i fleshkat këtë ati për çdo ditë i këna. Kur po shkon Gropolës, çu shpe kalon ditën atje? Po më herë, dha që më herë shpe këtë. Këna me familja që fem bak ma, a që ma tjetër është. Apo t'bjen dhe nejtë shumë atje? Po që shjo. Bas nuk ka i shumë ka ditë 3 javë ditë. Ka të verës ma shumë të rrinë 5-6 javë.